Përshëndetje të nderuar miq dhe ndjekës të postimeve të mia që bëj çdo ditë, çdo muaj, me shumicë madje. Sonte duhet të flas për diçka shumë të rëndësishme që lidhet me qeverisjen vendore. Tashmë viti 2026 mund të quhet si viti i reformës territoriale në gjithë territorin e Shqipërisë. Kjo do të thotë konfigurimi i bashkive të reja që nuk do të jetë më numri 61 i bashkive në gjithë territorin, por mund të jetë më i ulur, madje flitet shumë më i ulur. Pra, për vitin 2027 do të shkohet në zgjedhjet vendore me reformën e re territoriale. Tashmë është ngritur komisioni parlamentar për këtë çështje dhe është bërë thirrje për të patur një bashkëpërgjegjësi edhe në parlament, por edhe të gjithë aktorët e qeverisëve vendore në të gjithë vendin. E natyrisht 2026 edhe sa i përket anës buxhetimit vjen me një shifër ndryshe, që është një shifër goxha madhe, po ashtu janë 20 milion euro nga Emiratet e Bashkuara që shkojnë për shërbimet efikase të bashkive në të gjithë territorin e Shqipërisë, sa i përket disa funksionaliteteve kaq të nevojshme siç janë emergjenca civile e tjera. Por problemi është pikërisht çfarë do bëhet me reformën territoriale, çfarë do bëhet për mirditën. Është momenti kur duhet një bashkëpunim me të gjithë aktorët që ka të mundshëm mirdita. Ka njerëz me përvojë, si këtu apo në Tiranë dhe vende tjera, qoftë edhe jashtë vendit, të cilët duhet të thirrën dhe të merret mendimi dhe të bëhet një debat gjithëpërfshirës, një debat që të çojë në analiza të thella dhe të çojë tek bashkia që duhet propozuar dhe duhet ngulur këmbë fort nga të gjithë aktorët e përsëris nga të gjithë aktorët pa anë politike që mirdita të ekzistojë. Që mirdita të ekzistojë do të thotë në një numër, nëse numri do të jetë shumë i vogël dhe nëse do të ketë disa kondicione, disa kritere që do të përcaktojnë dhe besoj se dhe kriteret nuk do të jenë në termin opshi, dhe të marrin për shembull thjesht kriterin e numrit banorëve, por sepse duhet të merren disa kritere tjera, sepse dihet mirdita është zbrazur nga banorët, është zbrazur frikshëm nga banorët. Dhe shpesh herë dëgjon se a do të ekzistojë më bashkia e mirditës apo nuk do të ekzistojë në reformën e re territoriale. Kjo padyshim duhet marrë parasysh jo vetëm disa kritere që kanë bëjnë me numrin e banorëve, pra me demografinë dhe tregues të tjerë, por nuk duhet kurse që një reformë të zhduk etnokulturat e rajoneve të vendit. Përkundazi, është një nga pasuritë më të mëdha që ka kombi shqiptar. Nuk mund të zhduket as Kuksi, as Mirdita, as Dibra, e tjerë, po marrë sidomos bashkitë e vogla. Pra, këtu duhet ndikuar, mendoj unë, edhe nga përfaqësuesit në parlament, nga ato që janë për qarkun e Lezhës, por edhe kudo, edhe njerëz me influencë, që kanë influenca, qoftë edhe në çarset e tjera, për të ndihmuar rajonet e vogla, për të ndihmuar pikërisht që ato të mos shuhen nga harta e reformës territoriale. Shumë rëndësi ky aspekt, mendoj unë. Por gjithsesi, këtë nuk e bën një person, as dy persona, dhe as një rreth personash të caktuar, dhe as më tepër nuk e bën dot politika. Është rasti kur politika duhet parë ndryshe dhe duhet të heq ai manteli thjesht i anësive politike për ta diskutuar reformën territoriale. Mirdita duhet ndihmuar nga gjithë faktorët e vet, qoftë muajtas, qoftë djathtas, dhe sidomos faktori intelektual, dhe sidomos faktori qeverisës, që ka eksperjenca në qeverisje. Të gjitha duhen ftuar. Duhen ftuar që të shihen rrugët më të mira për ta mbajtur mirditën dhe për ta çuar mirditën në kufijtë e vet. Kjo nuk bëhet me folklorizma. Kjo nuk bëhet as me daulle, kjo nuk bëhet as me shpada, e as me krisma, e as me republika e tjerë, të lloj atabizmash duhet të hiqen nga fjalori. Njerëzit që drejtojnë janë të fortë kur pikërisht në momente kyçe të historisë tregohen të fortë dhe nuk ndikohen, qoftë edhe nga turmët, dhe sidomos nga folklorizantët. Nuk mbahet mirdita me folklorizantë.
mbahet me njerëz me vizion të hapur, mbahet me njerëz të cilët dinë ta orientojnë zhvillimin e vendit. Natyrisht, bashkitë e ardhshme do të kenë shumë përparësi sa i përket anës funksionale në bërjen e projekteve. Do të ketë, jam i bindur, do të ketë një qasje tjetër dhe jo siç është vepruar me disproporcione në investime, në krahina të caktuara. E këtu ka pësuar edhe Mirdita, sidomos vitet e fundit. Por ama nëse nuk bëhen administratat e duhura, pra nëse nuk kemi një bashki të mirë, edhe të madhe, pse jo, pra mund mos jetë e madhe në banor, pra ama në konfederacionin gjeografik, hapësirën e vet, normal që Mirdita është nga bashkimet më mëdha të vendit. Unë do ta mendoja Mirditën absolutisht, dhe jam gati ta them mendimin tim publikisht, ta them edhe në emisionin që drejtoj, por ta them edhe në çdo vend ku është për të folur, që ka momenti që Mirdita tani të përbashkohet edhe me disa sobza, po e quajmë ne, cilës janë hequr padrejtisht. Por e përsëris te nuk e them në mënyrë folklorike. Te e them në mënyrën se si duhet të funksionojë një bashki në të gjithë etnokulturën e vet, pra bashkia e Mirditës. Pse jo, është rasti që disa zona të caktuara të afrohen me bashkinë e Mirditës. Dhe këtu duhet të synoj gjithë grupi, po them grupi i madh që mund të jetë organizator për të përfaqësuar Mirditën, duhet të insistoj fort. Për shembull, nuk ka pse bashkia Fusharësit të jetë bashkinë vetë, se s'ka për të qenë. Kjo është e sigurt. Atëherë, bashkia Fusharësit duhet shkojë në naturalitetin e vet qeverisës. Pra me Mirditën dhe gjithë bregu i Lumit Fani Madh. Po ashtu edhe zona tjera, siç është Ulza, por edhe disa zona tjera të Lezhës, pra kreshta e Lezhës. Pra kjo përbën atë që edhe në numrin e banorëve zmadhohet, por Mirdita vjen në atë që quhet Mirdita administrative në hershmërinë e vet, aty ku i takon. Natyrisht, kjo mund ndodhë dhe me matin, sepse mund thuhet, po pse matit ti merret kjo, edhe zvoglohet ajo dhe vihet në dyshim ajo. Jo, nuk ka pse më vun dyshim, sepse është klosi, bashki i klosi. Unë s'kam arritur ta kuptoj kurrë pse klosi është bashkim vete. Pra ja, thjesht në këtë trekançin që jemi këtu afër, ikin dy bashki. Pra ikin dy bashki të vogla dhe bëhet një bashki e madhe siç është Mirdita, por dhe bashkia tjetër siç është Mati. Lezhë po ka gjithë hapësirën e vet, sepse gjithë banorët, shumica e banorëve që kanë zbrit nga fshatat e Mirditës janë në zonën e Lezhës. Kështu që Lezhë nuk mbetet kurrë pa banor. Dhe unë mendoj që kjo duhet kërkuar me forcë. Dhe kjo duhet shtruar në tavolinën e bisedimeve dhe debateve për reformën e re territoriale. Natyrisht një faktori kyç, do të thënë në këto raste është drejtuesi i bashkisë. Pra kryetari i bashkisë, i cili duhet ta hap menjën më shumë se asnjëherë kësaj radhe. Dhe të përbashkojë të gjithë elementet përtej influencave politike, përtej zhurnajës dhe përtej folklorizmeve. Por gjithashtu do të them edhe pjesa tjetër e opozitës. Nëse ka moment kur duhet të ketë një bashkëpunim për ta patur Mirditën, për ta fituar Mirditën e duhur, është pikërisht ky bashkëpunim. Nga ana tjetër, janë edhe deputetët, të gjithë deputetët, qoftë edhe drejtuesit politikë, siç janë zoti Manja dhe zoti Gjekmarkaj, së bashku me deputetët tjerë të majtë dhe djathtë, duhet të jenë pjesë e fortë e diskutimit dhe sidomos për Mirditën, se Lezhë s'ka nevojë për ta diskutuar. Pra, për Mirditën, duhet të ndihmojnë shumë. Dhe faktori tjetër që unë mendoj edhe dioqezën, i pefshin e dioqezës. Ne kemi një shembull shumë interesant në kohën kur vjen Abat Doçi. Dhe Abat Doçi punoi përtej Mantelit, përtej Veladonit, sepse bëri njësimin, bashkimin e territorit besimit, ashtu siç ishte territori administrativ. Pra, është e mundur që në të rast, dhe unë personalisht si njëri i medias, si njëri publik që kam patur angazhime edhe në reforma të tjera territoriale, i bëj thirrje normali pefshit të dioqezës që të jetë pjesë e fortë e këtij diskutimi
për këtë vit në mënyrë që të arrihet ajo që mirëditorët tani duhet të synojnë, të gjithë faktorët e mirëditës, po ashtu dhe mirëditorët që janë me ndikim në Tiranë, organizatat jo qeveritare, Unioni, Mirëdita, edhe organizatat e tjera, absolutisht duhet të jenë në një mendje që ne ta kemi mirëditën dhe të kemi atë mirëditë që e meritojmë dhe e meritojnë mirëditorët kudo që janë, brenda apo jashtë vendit. Një ditë jo pak vetë që janë jashtë emigrantë, do të rikthehen zonave, po të rikthehen zonave duke gjetur një bashki me emrin Mirëditë dhe jo duke gjetur një vend të shuar.